Gjyqtarja e gjykatës së posaçme e shkallës së parë, Lojera Davilli, ka shtyrë sërish seancën për dosjen Partizani, duke vendosur që data e re për marrjen e vendimit të jetë 15 prill. Kjo ka ardhur si pasojë mungesës së avokatit të Xhimbeges, i cili u shfaqi sëmur duke bllokuar kështu vazhdimin e seancës. Ky është një episod i dytë i shtyrjes, pasi edhe në seancën e 4 prillit, avokati i dhëndrit Berishës ishte i sëmur. Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, është akuzuar nga prokuroria e posaçme për korrupsion pasiv, duke u përfshirë në bashkëpunim me dhëndrin e tij, Jamar Bermalltezi. Berisha aktualisht ndodhet në masën e sigurisë, detyrim paraqitje, ndërsa shpesh herë ka marrë leje nga SPAK për udhëtimet jashtë vendit. Ndërkohë, ai vazhdon të jetë një figurë e rëndësishme në fushën politike, ku ka kritikuar ashpër reformat dhe veprimet e prokurorisë së posaçme, duke sugjeruar se ajo përdoret si mjet i kryeministrit Rama për sulmuar opozitën. Në këtë dosje janë përfshirë gjithashtu edhe disa individë të tjerë, përfshirë biznesmenin Fatmir Bektashi, Xhimbegeja dhe financieren Andja Pustina, të cilët pohetohen për rolin e tyre në këtë çështje.